Zhvillimet nga aktualiteti do t'i komentojmë në këto momente me analistin Ben Andoni. Përshëndetje, zoti Andoni. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Një koment të shkurtër duar në lidhje me kronikën që sapo ndoqëm debatet sot në Komisionin për Turizmin mes kryetares Ina Zhupa dhe Ministrit Turizmit Blendi Ngonxha sa i takon koncertit edhe fondit të përcaktuar për të. Që t'jemi ndershëm, koncerti mbaroi tani, ndërsa protesta po ta keni parë ka në fokus të dyja partitë, Partitë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Në një farë mënyrë mua më zhdukur si humor ajo që pashte këtu. E para për arsyen e vetme që vendi ka mundësi që të bëjë koncerte të cilat mund të jenë shumë efikase, kurse nga ana tjetër kjo shifër është vërtet shifër e cila të trondit domethënë në kushtet ku është vendi jonë. Nuk e di, do doja që autoritetet, sidomos të parlamentit, të bëjnë transparencë më të pastër, por nga ana tjetër, të paktën për gjëra të tilla mund të bashkëpunojnë sepse të dyja janë pjesë e kësaj maskarade që po ndodh në vendin tonë. Dëgjoj kryetaren e cila vërtisen në atë farë mënyre, harron që ajo është pjesë e një force politike e cila i ka krijuar qendralla vend. Ndërkohë që shikoja pjesën tjetër që përfaqëson majorancën, zotin Ngonxha, i cili duhet të bëjë gjitha akrobacitë e mundura për ta mbrojtur investimin. Por ja ku jemi sot, koncerti u zhvillua, unë nuk di çfarë impakti ka për jetën kulturore të vendit. Jam i bindur që mbas disa muajsh, mbas disa javësh, edhe gazetarët do afrojnë që ka qenë që ishte Kanye West në Shqipëri. E qartë, ndërkohë, ditën e djeshme, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla tha se qeveria po punon për hartimin e një ligji të ri për investimet strategjike, ndërkohë ligji ekzistues përfundon në muajin dhjetor. Çfarë ka sjellë ky ligj dhe pse është i nevojshëm krijimi një drafti të ri? Shiko, një ligj i tillë patjetër është i nevojshëm për vendin, por në mendimin tim Partia Socialiste duhet të shikojë me kujdes çfarë solli ky ligj ekzistues, çfarë ndryshimi solli për vendin, çfarë të mirë i bëri vendit tonë, çfarë impakti pati për ekonominë tonë, sa e rriti, sa e përmirësoi infrastrukturën, sa ndryshoi turizmin e vendit tonë, ose të themi këto investime sa ndikuan për këtë. Nëse do merrnim përgjigjen për këto, do unë besoj që për këto duhet opozita tash dhe ne pjesa medias. Pastaj duhet vi hartimi një ligji të ri, sepse një ligj i ri nuk mund të hartohet pa pasur të themi përfundimet e ligjit ekzistues. Ndërkohë që ligji ekzistues, me atë që ka ndodhur, kujtoj ish ministren e jashtme dhe ish ministren e mbrojtjes e cila i shpëtoi domethënë kësaj pjesës të hetimit të investimit strategjik, kujtoj shumë personazhe pastaj tjetës kulturore, sociale, politike të vendit ish ose që kanë pasur përfitime nga ky ligj. Dhe kur mendoj tani se çfarë impakti ka pasur atëherë vërtet shqetësohem si çdo qytetar i këtij vendi, domethënë që pse të paktën autoritetet nuk arritën të bënin një ligj që të ndryshonin vendin tonë, që të ndikonte realisht për të thënë mirëqenien e ekonomisë tonë, ndërkohë që ekonomia jonë, pa çka shifrave që jepen, është vërtet para shumë sfidave të mëdha. Dhe nuk e di tani ligji i ri pa parë impaktin e ligjit vjetër, qoftë të penaliteteve të cilat nuk shkuan deri në fund, impaktet ekonomike që patën investimet strategjike e tjera, se si mund të hartosh një ligj tjetër. Megjithatë, kjo është pjesë e një force qeverisë e cila bëhet fort me ato qindra mijëra votat që ka marrë dhe do të shikojmë. Ndërkohë ligji ekzistues ka hasur kundërshti jo vetëm nga opozita, por edhe nga Bashkimi Evropian. Pse nuk është tërhequr Partia Socialiste deri në këtë moment nga ky ligj? Okej. Kemi një fetishizim shumë të madh kur përmendet Bashkimi Evropian. Dhe
pa dashur të shmangem nga pyetja juaj e drejtë. Keni parë që Bashkimi Evropian nuk i bën përshtypje fare se çfarë bën Serbia. Keni parë që Bashkimi Evropian nuk i bën fare përshtypje se çfarë bëhet në Izrael. Keni parë që Bashkimi Evropian nuk i bën çudi fare se çfarë bëhet nëpër Europë me protestat, me gjëra, përveç se përdorin një gjuhë gjithmonë të themi një gjuhë të thatë, një gjuhë të drunjtë, që parimet demokratike, kujdes ligjin dhe kjo duhet bërë sipas parametrave të duhur. Dhe në këtë sens vërejtjet sugjerimet, sepse Bashkimi Evropian gjithmonë shkon drejt sugjerime, nuk mund bëj dot vërejtje, vetëm në momente të caktuar kur ata të penalizojnë me fondet. Edhe në këtë rast, kur ata nuk kanë bërë gjë, domethënë ose nuk kanë reaguar për mungesën e penaliteteve ose mënyrën se si janë shpërndar licencat ose themi përfitimet për që rrjedhin nga ligji investime strategjike, atëherë mos prisin se do ndryshojë diçka nga kjo qeveri. Gjëja më e mirë që ka përfituar qeveria Rama për veten e vet në këto 13 vjet, nëse keni parë me kujdes, është që Partia Socialiste si asnjë parti tjetër, qoftë Parti Socialiste kur s'ka qenë Edi Rama, po qoftë si Partia Demokratike kur drejtohesh nga zoti Meksi dhe nga zoti Berisha, ka kuptuar si askush tjetër se si funksionon Bashkimi Evropian. Dhe jo vetëm që di mirë mekanizmat, po di mirë dhe se si të përfitojnë në xhunglën e thënieve dhe kundërthënieve të tyre. Dhe në këtë sens kështu po e shikoj edhe këtë. Po ta keni parë me kujdes, edhe për protestat tani që Partia Socialiste duhet të reagonte krejt ndryshe dhe mos t'i ofendonte vazhdimisht protestuesit, ata prap edhe këte kanë kthyer në pozitivitet për veten e tyre, po ta keni parë. Zoti Rama e paraqit si sukses jashtëzakonisht madh të demokracisë shqiptare. Dhe në fakt shembulli merret 21 janari ku drejtësia jonë, një nga pushtetet më problematik të vendit, jo vetëm ka shkatruar pronën shqiptare, por ka marrë kush e di sa jetë shqiptarësh me vendimet që kanë dhënë, ka bërë që ai domethënë mos të shqetësohet nga asgjë e dukshme. E qartë. Në këtë sens po mendoj edhe tani. Në këtë sens po edhe tani që nuk është se i bën përshtypje zotit Rama fare asgjë që thotë Bashkimi Evropian. Megjithatë, duhet thënë zoti Andoni që pavarësisht tyre, zoti Rama ka dekoroi ambasadoren e Bashkimit Evropian Silvio Gonzato me yllin e medaljes të artë të mirënjohjes, shpresoj të jem korrekt. A ka vend për të tilla dekorata në këto momente? Shikone, është medalje kortezie, por keni parasysh mekanizmat PR-it të zotit Rama janë mekanizme jashtëzakonisht fortë. Çdo zyrtar që largohet nga një vend, dhe në vëmendjen tuaj duhet të them, çdo zyrtar që është larguar nga Shqipëria ka marrë mirënjohje të tilla. Qoftë nga zoti Rama, qoftë nga zoti Berisha para tij, po qoftë dhe nga kryeministrat e tjerë. Është një, si ta them, është një rregull i pashkruar që çdo zyrtar i cili mbyll mandatin, çdo zyrtar i huaj e merr një lloj vlerësimi të tjerë. Ndërkohë që zoti Gonzato, po ta keni parë, vazhdimisht ka qenë i ftohtë të them për situatën shqiptare, ka reaguar vetëm në momente shumë specifike, sidomos ato për drejtat e njerëzit. Por në përgjithësi, po ta keni parë, ka qenë vërtet fytyra e partisë, fytyra Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ndërkohë, Partia Demokratike akuzon Ramën se ka përdorur ligjin për investimet strategjike për të kënaqur klientët e tij. A jemi në kushtet kur ky ligj ka sjell pak kënaqësi dhe ka çuar në disa duar prona kryesisht në Bregdet? Patjetër, dhe këtë u thash në përgjigjen e parë, që ky ligj meriton
që të ketë një analizë të gjerë për njerëzit që kanë përfituar, për një pjesë e tyre ne dim që kanë qenë të lidhur me zotin Rama direkt ose indirekt. Kemi parë individ të cilët me profesione shumë të zakonshme, po jo me profesione që momentarisht ose të themi me fuqi biznesi për të bërë resorte ose për të pasur mundësinë e investimeve strategjike, për të qenë investitor strategjik që kanë përfituar. Në këtë sens e mbështes këtë kërkesë të Partisë Demokratike, por ju thash dhe pak më parë, kur drejtësia vepron shumë vonë, kur drejtësia vepron, po ta keni parë, vepron dhe ajo sipas disa politikave që ne shqiptarët nuk arrim të kuptojmë më, mos prisni të ketë ndonjë përgjigje. Madje edhe Partia Demokratike duket sikur është mësuar me këto lëvizje që bën Partia Socialiste. Po bëhet një maskarat shumë e madhe aty në parlament, për arsyeën e vetme sepse po ta keni parë me kujdes, thjesht thellohen precedentet në vendin tonë. Për shembull, kjo që ju po e merrni me shumë të drejtë ligjin për investimet strategjike. Në vend që sot ne të shikonim dhe realisht të dinim çka kemi përfituar nga kjo. Çfarë modeli ka qenë Shqipëria me investimet e veta strategjike, ligji po ta shikoni përmban probleme shumë të mëdha të individëve, mënyrën se si investimet e tyre i shndruan. Ndërkohë, sot është dita e 52 e protestës, zoti Andoni. E shihni vazhdimsinë e saj? Po, shikoni, protesta mendoj tani po vazhdon për inercinë e saj. Dhe është një inerci e bukur, është një inerci të paktën ku shumë individ kanë nxjerrë gjithë atë mbledhjen që s'mund ta nxjerrin në mënyrë ndryshe. E shikoj shumë rezistente, jam vërtet për të vlerësuar edhe njerëz që vazhdojnë ta mbajnë në këmbë këtë lloj proteste. Patjetër që kam pjesën e vërejtjeve të mira për mënyrën se si organizohet, si mbahet e tjera, por kur shikon me logjik që jemi në stinën më të vështirë të vitit dhe protesta vazhdon, nuk e çfarë të thuash më për atë protestë. Kuptohet që ai kuvendi i parë linte shumë për të dëshiruar, për mua lëm për të dëshiruar dhe shumë thënie patetike aty dhe mënyra se si duan të organizohen, sepse organizimi bëhet vetëm parlament dhe me zgjedhje, por në thellësi pastërtisht e mbështes protesta. E mbështes sepse tek e fundit shqiptarët po binden se mund të protestojnë, shqiptarët po binden se edhe me një politikë e cila nuk dënjon t'i kthej përgjigje, madje mundohet që t'i ofendojë, ata gjithsesi mundohen të mbajnë. Koha do të tregoj shumë gjëra edhe për këtë protestë, zakonisht duhet të kalojnë kohë që të shikojmë shumë gjëra, nëse do jenë vërtet ato që thuhen për financime të jashtme ose për mbështetje ose për interesat tuaj. Por në thelb protesta i ka krijuar një higjen të mirë Shqipërisë për sa i përket shëndetit vet politik. Më shqetëson shumë që neve nuk kemi atë ligjin për referendumet, ose më saktë kemi, por nuk është ja menduar për pjesën se si duhet të funksionojnë, në mënyrën që populli shpesh të ngrihej për interesat të ndryshme. E para do të formohej, po demokracia nga poshtë do ishte shumë e fortë. Ndërkohë, nga ana tjetër, në 23 korrik është paralajmëruar një protestë 24 orëshe. A mendoni se përpjekjet për një këshill kombëtar do të mund të realizohen? Besoj që deri diku po. Por vështirë, siç u thash pak më përpara, është konglomerati zërave që janë aty. Duke qenë një konglomerat zërësh i tillë, e bën më shumë si kërkesë të një grupi për të mbajtur protestën, se sa realisht protestën për ta kthyer efektive për ndryshim. Njerëzit kanë nevojë për ndryshim, nuk kanë nevojë më për protestë. Do të thonë dhe protestat tash kanë nevojë për element taktik të themi. E para për forcimin e saj, po e dyta edhe mënyrën se si kjo do bënte që
shteti sotëm të kundër përgjigje, ose për shembull të kishte një lloj reagimi, të kishte një lloj mea culpa, të kishte një lloj dorëzimi, unë e shikoj larg, sepse po ta shikosh Zoti Rama pothuajse nuk e përfill fare protesta, pa çkallë sepse personalisht shikoj që ai është shumë i vëmendshëm ndaj saj. Kurse ky datës 23 prapë e mendoj si cak, por po ta shikoni me kujdes, kur nuk u arritën këto me caqet e para që kishte një lloj vrulli, një lloj ngazëllimi, e shikoj me shumë vështirësi tani që objektivat e tanishëm të jenë të arritshëm. E kuptoj. Faleminderit zoti Andoni që ishit me ne. Faleminderit.